përshëndetje shenjë dashit, si kaloni, si jeni, uroj të jeni mirë. Nuk e di si ka qenë kjo javë që shkoi për ju, kjo javë që vjen ka një eklips dielli në shenjën tuaj. Keni dëgjuar se po dëgjoj dhe unë dhe nuk e di domethënë çfarë t'ju them, por që nëse do flasim ndoshta për këtë pak më vonë. Çështja është mos ju zëri paniku, ato gjëra që keni për të mbyllur, kuptoni që duhet të mbyllen, çfarë do gjëra qofshin, që keni lënë pezu dhe duhet të marrë një farë drejtimi jeta juaj. Fundja ju kam thënë, pavarësisht se ndonjëherë gjërat na vinë në mënyrë të vështirë, duhet thjesht i pranojmë dhe të kuptojmë se duhet të vazhdojmë përpara. Domethënë, ndonjëherë dhe duhet të ndodhin gjërat ashtu vështirë, të trysnohemi për të bërë ndryshimin, që ndryshe mbase nuk do e bënim dot. Merreni kështu pra, më mirë do ishte, po që po është javë eklipsi kjo. Dhe a ju ndikon, sigurisht ndikon, se do të syve që kanë lindur në fund të dhjetëvitshit të parë me fillim të dhjetëvitshit të dytë, sido që të flasim në mënyrë analitike, besoj. Atëre, t'ju uroj një javë sa më të mbarë sido që të jetë dhe fillon java me ditën e hënë, ku sigurisht tu kemi ende trysni situatash të cilat kanë ndodhur në një të kaluar sigurisht, por akoma po i vuani. Çfarë është kjo? Një sakrificë që keni bërë për individ të caktuar, ku keni shkelur mbi veten tuaj, mbi parimet tuaja, mbi vlerat tuaja, dhe nuk ka nditur sigurisht. Ose çfarë do vështirësisht që keni kaluar, le të themi, se ju goditi fati, ose nuk ju ndihmoi fati të esit përpara. Edhe pak ka mbetur. Le të themi se këtu nuk është se shtohen këto fatkeqësi apo këto problematika, këtë gjë duhet të kuptoni, nuk ka lidhje fare me këtë pjesë, ato që kaluan. Mbetet bara mbi supe po sigurisht, domethënë akoma e keni të freskët memorien, ose le të themi ndjesia është akoma e freskët, e gjallë, domethënë akoma e ndjeni e vuani ato çka keni kaluar, por e vërteta është se pavarësisht atyre gjërave që keni kaluar, keni mësuar, sepse kjo është dhe eksperjenca, dhe uroj që tani që mund të vinë situata të ngjashme me ato që keni kaluar, ju të dini t'i dalloni që në fillim dhe të bëni stop, blok. Që në fillim pra që mos të vazhdoni më tutje, ama po ju them kaq, kjo është letra e shpresës tashmë, është ai momenti ku gjërat do ecin për më mirë, jo për më keq, dhe ato çka kishe kaluar, i kalove se duhet i kaloje tani, çdo gjë ecën për më mirë. Kështu që dita e hënë është ajo dita e vuajtjes ose e karmës, është lyer dhe pastaj vazhdojmë drejt realizimeve të rëndësishme të mëdha. Me ato humbje që patëm sigurisht se nuk i zhbëjmë dot, por me premisa për më mirë dhe sigurisht për më mirë akoma. Tani, çfarë duhet të bëni kujdes, sepse i farë kujdesi do e bëni. Dhe kur them do shfaqen, mund të shfaqen situata të ngjashme me ato që kaluat, ndoshta përsëri një situatë që ka lidhje me dashurinë, një situatë që ka lidhje me, për shembull, një person që është rikthyer, por që shikoni nuk ju çon gjikundi, po përjetoni po të njëjtat dhimbje, situata që keni kaluar me të dhe kur ishit me të, kështu që me zemër të rëndë do i thoni jo vëlla, nuk vazhdoj më tutje se boll me kaq. Ekonomi, financa, familje, çfarë do gjë që me shëndetin nëse keni kaluar vështirësi të caktuara, kuptoni se ku çalon puna dhe bëni kthesa. Kështu që është ditë e tillë, por që jo për keq po ju them edhe një herë, është thjesht ditë që ju bën të kuptoni se ku realisht do të jeni me jetën tuaj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e mundësive, domethënë këtu keni një mundësi të arrini një objektivin tuaj që keni shumë kohë që po kërkoni ta arrini. Si letra e parë dhe letra e dytë lidhen me vuajtjen, lidhen me eksperiencën që u fitua pas vuajtjes, lidhet me sakrificën që dikush ka bërë, por që në fund merr ato që meriton. Pra, fati ju do dhe dua sjelli ato gjëra që kërkoni në rrugën tuaj, pasi keni kaluar vështirësitë tuaja edhe ju dhe sidomos juve që keni mësuar nga pësimet tuaja. Tani në qoftë se nuk jeni të kënaqur me atë çka fati ju sjell, bëni si të bëni, mund të vinë mundësi të tjera më të mëdha më vonë, por për momentin le të themi nuk do jenë pak ato që fati ju sjell. Fundja, sido që të jetë ju thash, arrini realizimin e një objektivi tuaj ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, këtu kemi udhëtimet mund të jenë brenda shtetit ose jashtë shtetit, më shumë të lidhura me punën që bën secili prej jush. Shumë prej jush mund të jeni në atë fazën e dua një ndryshim dhe më lejohet, po i marr 3 ditë leje, po iki, po stakoj trurin tim, ose jeni në marrëdhënie që nuk ju shkon, atëre
kërkoni pauzë për një farë periudhë për të reflektuar, por që sido që të jetë, është dita e ndryshimit, është dita ku keni nevojë të shikoni ndryshe gjërat, të reflektoni ndryshe mbi situatat në të cilat ndodheni dhe po do kërkoni time out shumë, domethënë një pauzë të caktuar nga jeta juaj, qoftë në plan imagjinar ose psikologjik, qoftë edhe konkretisht, domethënë nuk e përjashtojmë këtë gjë. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku kujdes juve jeni shenja e egocentrizmit, ndonjëherë ngulni këmbë edhe ju dhe o bet si doni ju o s'ka, ose ndonjëherë jeni aq të drejtë për drejtë sa që harroni se ç'mund të jetë tjetri duke kaluar apo se si e mendon dikush tjetër atë brutalitetin e vërtetësisë që ju kaloni si mesazh. Nuk mund t'ju gjykoj juve këtu, as para gjykoj, ju këta jeni dhe sigurisht që mos ishte dhe ju shumë gjëra nuk do merreshin vesh dhe nuk do kishte kush të na i thoshte, kaq drejt për drejt jeni ju, është shigjetari, është ligjëresha deri diku, kështu që t'ju themi faleminderit, por që kujdes sepse ditën e enjte në ato të vërteta që do thoni ose në qëndrimet që do mbani mund të lëndoni njerëz të cilët nuk e kanë natyrën tuaj. Kështu që thjesht bëni kujdes për sa i përket kësaj pjese. Dhe nëse do të vendosni në lidhje me një individ, në lidhje me një situatë, ju lutem atë egon tuaj pak më njan, okay? Sepse mund t'ju prishi punë në vend që tu ndihmoj për gjëra të caktuara. Për sa i përket ditës së, e premte, dita e premte është dita javë. Ditën e premte më duket se është eklipsi, si i bie, nuk e diçka e tillë domethënë, por që nëse sido që të jetë shëndësika, jemi gjithnjë më afër eklipsit. Këtu fatja më çuditërisë se si ju jep mundësi të rilindni nga e para, ju jep një mundësi të dytë, të artë, të cilën me se s'bën duhet ta shfrytëzoni, se do jetë një punë e re, se do jetë një lidhje e re, se do jetë një mundësi që ju e kërkoni prej kohësh dhe mbase i kishit humbur dhe shpresat, sido që të jetë është një jetë e re dhe bëni mirë ta kapni këtë mundësi nga flokët dhe mos ta lini më këtë shans t'ju iki. Universi e sjell këtë gjë për ju dhe vetëm për ju dhe do bëj çmos që ta mbroj këtë gjë që ju sjell, por duhet edhe ju të bëni punën që ju takon. Pra është një ditë jashtë mase e rëndësishme, dita e premte për ju, sidomos për sa i përket nismave të reja, mundësive të reja, fatit, rastësive me radhë me radhë. Fillon një jetë e re aty. Me çfarëdo gjë mund të kuptoj ajo nismë e re apo jetë e re. Çfarëdo gjë që varet se si e ka secili në jetën e vet. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku kujdes, domethënë përse, sidomos na për sa i përket shëndetit një pikë së pari, kujdesuni mjaftueshëm për veten tuaj, mos e lini veten pas dore. Për sa i përket dashurisë, kujdes me këto njohjet e reja sepse varet se si do prezantoheni apo si u prezantojnë të tjerë dhe mbase nuk është figura e vërtetë e asaj gjëje që reklamohet dhe mund të gaboni ose të mashtroheni, pse jo, dhe nuk japim, nuk marrim ku asnjë gjë, as para asnjë gjë. Ktu do thosha më tepër dëgjoni ato çka të tjerët kanë për t'ju thënë. Pra, merrni këshilla më tepër, flisni sa më pak dhe dëgjoni më shumë. Kaq do thosha për sa i përket ditës shtunë. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita ku po, e njëjta gjë është apo jo. Pra, keni shumë nevojë të dëgjoni se çfarë më të rriturit ju thonë dhe të mësoni nga eksperienca e tyre. Ju që jeni prindër kanë përshtypjen do shqetësoheni pak në lidhje me fëmijët tuaj, sidomos nëse keni adoleshent ose keni kaluar përpara probleme me ta, sidomos probleme varësie ndaj substancave të caktuara, naiviteti, humbje parazhja, si të tilla domethënë, do vuani edhe pak. Por janë të përkohshme këto gjëra, mos harroni që ata do mësojnë nga gabimet e tyre. Ruani shëndetin tuaj, ju a thash edhe një herë, kujdes me xhepin tuaj dhe thash, ju që jeni të rritur dëgjoni, ju që jeni të më të rinj, dëgjoni të rriturit dhe ju që jeni të rritur mundoni të këshilloni siç duhet të rinjt, ata që duan t'ju dëgjojnë. Ata që nuk duan do i lini të gabojnë për të mësuar pastaj në mënyrën e vështirë ato çka duhet të mësojnë. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Demi, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e cila mbyllet me një eklips të diellit në shenjën e Dashit, për ju banesa e 12, unë them uroj sinqerisht që ju të mbyllni atë ciklin e vuajtjeve, të vështirësive, të endjes për të kuptuar se kush jeni dhe të qartësojeni me veten tuaj, me objektivat tuaja, zbuloni armiq plot që mund t'i keni dhe
sigurisht kush nuk i ka, vetëm se këta ishin çiksi shumë të fshet, tani dalin merren vesh se kush janë. Kujdes ama skandalet, sepse sido që të jetë, ato çka merren vesh edhe mund të trondisin, edhe mund të shkatrojnë marrëdhënie, edhe uroj të mos keni gabuar. Nëse keni gabuar, mund të përballeni me më të keqen e mundshme. Do të thotë që nga një ndarje, që nga një më vendosen pranga, që nga një nuk dua të kaloj më tutje sepse dalim në gjëra shumë të vështira, por që sido që të jetë secili do vuaj pasojat e veprimeve të veta. Është gjithashtu periudha ku jeni më tepër të interesuar rreth psikosintezës tuaj, të tipit nëse keni nevojë për një mbështetje psikologjike, pse jo, mund të flisni me një psikolog, të kërkoni ndihmën dhe orientimin e tij, ose mund të ktheni vëmendje edhe në persona siç jam unë për shembull, që jemi çik avancë në kohë dhe në ngjarje. Tani, pra sido që të jetë është dhe mund të, nëse vërtet keni ndërmend të investoni në diçka, sepse sigurisht tani sado që flasim ne, sado që unë them mos e bëj, nëse intuita të thotë bëje, mbas edhe të favorizon ty. Dhe s'ka lidhje me këto që them unë, apo kushdo si puna ime. Sido që të jetë, do dëgjoni shumë lart e poshtë të thonë mos nisni asnjë gjë të re me eklips. Ka persona që varet se kanë hartën e tyre dhe është komplet e kundërta këtyre gjërave që themi ne. Sido që të jetë, pra, nëse keni të sigurt fitimin, në qoftë se mendoni se ja vlen ta bëni një bingo, bëjeni. Mund t'ju dali me fitime shumë të mëdha. Atëherë, kujdes ama, ju që jeni në politikë. Kujdes, sepse nuk i dihet se si përfshin si ju, kujdes. Atëherë, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita ku kuptoni se merrni lajme të paktën shkosi nis me të komunikohet një mesazh, të lihet pastaj të zgjedhër se çfarë do të vendosësh në varësi të propozimit që të bëhet, dhe ajo çka kupton është që nuk ke alternativë tjetër veç se të vazhdosh përpara. Do të thonë dita e hënë jep mundësi të ecësh përpara, të ecësh me ëndra, me perspektiva, me objektiva që ke, duke kuptuar se sa do të duash të qëndrosh pezull në vend numero apo të kthehesh pas, kjo gjë është e pamundur. Pra e ardhmja të thërret dhe ti je i detyruar të ecësh përpara. Vjen re propozime, oferta, zgjidhje çështjesh dhe probleme, të cilat të ndihmojnë të përparosh pra në kohë, të kesh avans. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e lidhjeve, njohjeve të reja, le ta themi kështu, një flit që ka nisur ose që favorizohet, një njohje e re që me sa duket 50 me 50 e keni, që është e vërteta, nuk e keni ndarta ma mendjen, por këtu vjet re dhe një tendencë për bashkëpunim. Janë gjëra të reja këto, janë marrëdhënie ose kontakte të reja që krijoni me njerëz të rinj në jetën tuaj, se si do shkojnë, kjo varet totalisht nga ju dhe nga ajo çka realisht kërkoni të keni në lidhje me këta individ. Sido që tjetër është herët për të thënë se çfarë e ardhmja ju ka rezervuar në lidhje me ta, por sido që të jetë gjërat ecin mirë. Përsa i përket ditës së mërkur, këtu nuk e di se çfarë suksesi të madh arrini, por sido që të jetë vjen pasi vlerësimi shumë të rëndësishëm. Tani kjo mund të jetë çfarëdo gjë, që nga një ngritje në detyrë, që nga një sukses që ta keni në ambientin e punës, që nga një sukses në familje, në jetën personale, çfarëdo gjë qoftë është letra e suksesit. Është ajo dita që themi suksese, bravo, lart e më lart, e tillë është dita e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, edhe dita e enjte, më thënë, me sa duket suksesi ditës së mërkur vazhdon dhe ditën e enjte. Dhe këtu ju për shembull që jeni pjesë e një kolektivi, ose punoni në një zyrë, ose jeni pjesë e institucioni, ose jeni pjesë e një grupimi shumë të rëndësishëm kulturor, shoqëror, politik, fetar, çfarëdo gjë qoftë që ju bëni dhe jeni të angazhuar me to, duket se ju pret një sukses shumë i madh. Si për shembull një emërim, një vendosëm në qendër të vëmendjes. Kështu imagjinojeni, ose pranohem në një grup kaq të rëndësishëm, grupim të rëndësishëm, gjë që për ju për shembull mund të jetë diçka shumë e rëndësishme, shumë e madhe. Këtu gjithashtu përfshihen edhe konsullatat, kështu që nuk i dihet, edhe mund të përfitoni nga një vizë ose mund të përfitoni nga një dokument që kërkoni ta merrni prej kohësh. Kështu që nuk e di të shohim, domethënë se si do ju dalë secili prej jush. Kështu e mërkura dhe e enjtja. Përsa i përket ditës së premte tani,
Dita e premte është dita që duhet të kuptoni se nuk mund të rini, ju ndonjëherë keni nevojë për shtysë, ju ndonjëherë keni nevojë të thotë dikush orec, po edhe sikur ta bësh të gjë me ju edhe më keq ngulni këmbë pastaj, edhe gjërat vjen edhe më keq. Pra, sido që të jetë, po flasim për një grupim tuaj, një pjesë tuajën, të cilët ende nuk keni vendosur akoma se çfarë do bëni me të ardhmen tuaj dhe thjesht jeni akoma në vend numero. Do ju këshilloja të filloni të lëviznit, do të kuptoni se për problemet që keni askush nuk mund ju ndihmoj, ti zgjidhni ato veç jush. Mësoni nga gabimet tuaja, mundoni të reflektoni, nuk keni kohë të rinë të mendojeni më për atë çka ishte, si ishte, u bë, su bë, budalloj që ça gabime, këto janë të gjitha të së kaluarës, pra lajini duart me të kaluarën, të thjesht vazhdoni përpara. Pra, premtja është ditë që thotë ore ec, vazhdo. Boll dojte në vend numero, nuk e çfarë të shikosh dhe çfarë të presësh më nga kjo gjë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku thash hidhen themelet për një nismë të re, fillon diçka e re shumë e rëndësishme që nga një bashkëjetesë për shembull, që nga një nuk e di, ndoshta edhe një projekt që keni në lidhje me punën tuaj, një çfarëdo gjë e qoftë që është thjesht një projekt i ri, një objektiv i re, një realitet i ri në jetën tuaj. Pra këtu duket se po mbillni ato ta themi tani farat e suksesit tuaj dhe një sukses i cili do ta shikoni pas një viti, me thënë të drejtën, do prisni pak, por për ju që nuk i keni kaq afatgjata planet tuaj dhe objektivat tuaja, nuk përjashtohet mundësia që ajo çka po nisni tani të sjellë një goxha rezultat të bukur edhe nga fundi i pranverës ta zëm. Po që sido që të jetë bukur po i bëni gjërat, nuk po i bëni keq. Tani për sa i përket dhe favorizojnë këto nisma tuaja. Për sa i përket pastaj, pra ku ju thash, për sa i përket ditës së diel, këtu sigurisht që përballeni me ata anën tuaj të errët, sikur si thashë në fillim, me frikra, me pasigurira, me fobira, hiqni qafe trauma dhe gjëra të tilla të këqija që kanë ju janë mbledhur si re mbi kokë dhe vazhdoni përpara bukur dhe mirë. Por që pas reflektimit me të vërtet jeni ndryshe, çështja është të reflektoni dhe me sa duket do e bëni këtë gjë ditën e diel. Përshëndetje një bukur e mirë me çuça doni ju e binjakëve. Mirë se erdhët përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë eklipsi, por që të themi që ndikon edhe ai shumë ashtu. Kujdes, mund të jeni detyruar të mbyllni ciklet të caktuara me pjesë shoqërie, si më ta themi, një shok i ngushtë, një shoqë e ngushtë, një dal nga një grupim shoqëror, nuk jam më pjesë atij grupimi, se u zhgënjeva, se nuk më vlerësuan siç duhet, prej një ëndre mund të duhet të hiqni dorë sepse e kuptoni që nuk shkon gjikundi, nuk ju çon dhe gjikundi, gjëra të tilla, pra, si të thuash, me gjëra të tilla do përballeni, por nuk është se i marrim dhe shumë fare seriozisht. Do të kuptojmë që çdo gjë fundja është edhe çik në mënyrën se si konceptojmë gjërat, në mënyrën se si veprojmë, dhe jo çdo gjë është thjesht e thënë të bëhet siç është thënë të bëhet, nëse nuk duam realisht, jemi pjesë e atij realiteti. Dhe kush më tepër dhe më mirë se ju mund ta ndryshojë realitetin, le të themi. Atëherë, për sa i përket ditës, sidoqë të ju uroj një javë të mbarë, dhe dita e hënë nis me plane afatgjata, të cilat keni kohë që po i mendoni, i keni hedhur në një letër besoj, po i shqyrtoni dhe tani po idhni hapat e para drejt një realiteti të ri. Për ju që nuk e keni parë, keni me frikë sigurisht, por shqyqyro Zot që të paktën po idhni këto hapat kaq të rëndësishme, se ku do ju dali, unë dua të shpresoj dhe të mendoj se kjo gjë ka për të dalë me shumë sukses, rëndësi ka që e nisët, e odhët hapin e parë, dhe ajo që ka vjen është realizimi, kur aty nga koriku gushti mund ta prisni këtë gjë. Për çfarëdo gjë po nis tani, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një projekt i ri, mund të jetë një investim, nuk të e këshilloja, por që prap nuk e di si e keni hartën secili, kështu që pse jo, por që po ju del me sukses diku aty nga koriku, ju them gushtin të ta shihni. Për sa i përket ditës së martë, lajme, shumë komunikim dhe brenda këtij komunikimi ose këtij vrulli komunikimi, të themi, ka edhe një mesazh i cili është më i rëndësishëm se gjithë të tjerët. Pra, një okay që merrni në lidhje me një aprovim që kërkoni në lidhje me një
çështje të caktuar, një person i cili komunikon pas shumë kohësh, një zgjidhje që jepet në situatë të caktuar, pra ky lajm është i rëndësishëm sepse zgjidhet edhe çështje. Pra mbart pikërisht atë lloj përmbajtjeje që ju kërkoni të ketë, ose atë përgjigje që prej kohësh po e prisni. Përsa i përket ditës së mërkurë, do lodheni, do strëmundoheni për të arritur për të pasur atë suksesin tuaj, por që është njësoj si ecë s'ka të sosur, dhe kur të arrini në qezëm, si të thuash, nuk e di prapë se sa do arrini të pini ujë, por që si do që tjetë, por që ditë e lodhshme, ku vjen repengesa, vonesa, si të thuash to, ngecjet e panevojshme, të slëshjet vogla, nëse e themi dhe kështu. A arrijet ajo që ka doni të arrijnë në fund të kësaj dite, po arrijet, po që në fund do thoni po ik ose më mirë mos ta kisha bërë, ta dija që do ishte kaq e lodhshme se kisha nisur fare. Domethënë e tillë ditë është kjo dita e mërkurë dhe u alot çik nervat dhe trup, po s'kemi çfarë t'i bëjmë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku avash po stabilizoni jetën tuaj me anë të ideve që keni, të komunikimit që vendosin në lidhje me të tjerët, me objektivat që i referohen të ardhmes dhe planeve që keni lidhje me to, por sido që të jetë, siç keni qenë nuk jeni, jeta juaj avash ka filluar të marrë një farë drejtimi dhe rezultati, ose ta thuash produkti i lëvizjeve tuaja dhe i veprimeve tuaja po duket dhe është shumë herë më mirë nga çka qenë çdo gjë. Kështu që këtu i thoni mirë se erdhe vetes tuaj të re dhe çfarëdo llogje do vi bashkë me këtë, sepse këtu flitet për plane, për ide, për gjëra shumë të bukura, të cilat ju akoma nuk i keni parë, por keni parasysh një gjë, pjesa më e madhe prej jush po vini nga një epokë e errët drejt dritës, më në fund, shqyro Zot. Kjo vjetre ditën e enjte, ta shikoni këtë më tepër në plan mendor, do me thënë mendja juaj e para do filloj të lëvizi ndryshe, të kthjellohet, të kuptoj që mundësitë janë të pafundme, mjafton të dish ti kapësh ato ose ti krijosh. Por çdo gjë nis nga truri, nga mendja. Tua them këtë edhe një herë se është e rëndësishme. Tani, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku njëre përgjithmoni i thoni bye, çfarëdo lloj gjë që ju lodhi, u stërmundoi, ju vrau në shpirt. Kjo është e vërteta, kjo duhet thënë. Çfarëdo lloj gjë që humbët nga jeta juaj, jenë detyruar t'i thoni mirupafshim dhe vazhdojmë përpara, qoftë një individ apo një largim konkret i një individi nga jeta juaj, kam fjalën për një vdekje, një personi të dashur që nuk e kthejmë dot më, po jeta vazhdojnë do ecim përpara. Qoftë nga një individ i cili ishit me të, kaluat vite të tëra, por për 1, 2, 3, 15 arsye nuk është më. Dhe s'mund të jetë më. Kështu që pranoni ose mund të jetë çfarëdo humbja një pune, ose nuk e di. Çfarëdo gjë pra që quhet humbje, e vajtoni për herë të fundit ditën e premte dhe pastaj vazhdoni përpara me jetën tuaj që do jetë edhe më e bukur dhe do ish shpërblej me më shumë akoma gjëra të bukura. Prej andej e në vazhdim. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e kthej një kapitull të ri në jetën time, çfarëdo gjë urani mund të sjellni në rrugën tuaj, thoni po faleminderit do e marr si mundësi dhe do eci përpara, pra këtu vjen re surpriza, mundësi, oferta, propozime, ide të reja pse jo, të cilat ju japin mundësinë të rendni pas lirisë tuaj më në fund, pra të ndjeni të lirë, të lirë dhe shpirtërisht dhe mendërisht, por edhe fizikisht, dhe pse jo më në fund të kapni atë realitetin që gjithmonë keni dashur të kapni. Mos i thoni jo mundësi dhe ofertave, propozimeve, çfarëdo gjërash qofshin këto ditën e shtunë, sepse nuk i dihet se sa mirë mund të dalin. Tani përsa i përket ditës së diel, ndryshimi sigurisht është pjesë e jetës tuaj, shumë prej jush tash po ktheni një kapitull të ri në jetën tuaj me persona, me situata, me momente të reja, të cilat ja vlen të jetoni dhe do ja vlejte të jetoni vërtet. Rëndësi ka që e hodhët hapin, siç u thash dhe pak më përpara, dhe tani thjesht ecni përpara me kuraj vendosmëri, sepse më e mira ju pret. Përshëndetje shenjë Gafores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës, por një javë goxha e veçantë, pasi na përfundon me një eklips dielli në shenjën e dashit. Për ju është karriera, është martesa, është babai, është një figurë mashkulli më tepër në jetën tuaj, autoritare, le të themi, ose vetë autoriteti, shteti. Kështu që çfarëdo gjë mund të quhet e pa mbyllur, e pa konkluduar, e pa sistemuar mirë e bukur, do vi për të sistemuar. Tani ndikoheni më tepër ju të 10 diçit, të lindurit në fund të 10 diçit të
parë me fillim të 10 diçit të dytë, kështu që çfarë bëjmë? Asgjë. Jetojmë jetën tonë në maksimum, ajo çka është për të ikur do iki. Për ju që keni gabuar, nuk kemi çfarë të bëjmë, do vuani dhe pasojat. Për ju që më shumë në qaf ju kanë rënë se çu keni rënë, atëre do e merrni drejtësinë tuaj, as që bëhet fjalë. Sido që t'jetë juroj një javë të mbarë dhe filloj me ditën e hënë direkt. Atëre përse i përket ditës së hënë, ja ku jemi, shteti ju tash vetë, autoritetet e shtetit, por që këtu juve ju sjell një sukses të tipit për një ngërsh problem që mund të kishit me autoritetet e shtetit, le të themi, siç e tham, me zyra të rëndësishme shtetërore, me pse jo një gjyq, një çështje ligjore që duhet zgjidhur, fal një personi kompetent, fal një personi dashamirës, duket se ju arrin të zgjidhni një çështje shumë të rëndësishme. Por, edhe për sa i përket karrierës, sepse ishim në karrierë, duket se këtu arrini një sukses shumë të rëndësishëm. Pra më në fund vlerat tuaja njihen, më në fund arrini suksesin që kërkuat gjithmonë të keni, edhe çdo gjë duket se ecën mirë. Nuk kemi problem me ditën e hënë, për sa i përket karrierës dhe çështjeve ligjore, është super wow. Por edhe çështjeve që kanë lidhje me zyra institucione të cilat nuk i keni zgjidhur dot, edhe aty gjeni zgjidhje. Përsa i përket ditës së martë, kujdes sepse bota e ëndrave dhe çuditërave ndonjëherë të prish punë. Dhe ju do jeni çik kështu në botën e ëndrave të çuditërave, nëse do ju duhet të merrni vendime të rëndësishme ditën e martë, mundohuni të merrni mendimin e atyre individëve të cilët u keni besim. Kurse si mos vendosni vetë, evitoni vendimarrjet ditën e martë, sepse ka shumë gjasa që një gabim ta bëni, ose nga nxitimi, ose nga që nuk do e shqyrtoni situatën ashtu siç duhet me rëndësinë që i takon, prapë do i merrni gjërat çiklete dhe ka mundësi të gaboni, këtu e kam fjalën. Kështu që më mirë do të ishte për gjëra shumë të rëndësishme që duhet të merrni vendime të rëndësishme, drejtojuni individëve të cilët keni vërtet besim dhe do ju këshillojnë siç duhet. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e premtimeve të mëdha dhe të sinqerta dhe të vërteta që zgjasin në kohë. Që këtu çfarë përfshihet? Përfshihet një bashkëpunim shumë i rëndësishëm, përfshihet dhe një marrëdhënie shumë e rëndësishme në çift. Kështu që përsa i përket marrëdhënieve në përgjithësi, qofshin ato personale apo profesionale, ato fjalë që do të thuhen, ato premtime që do bëhen ditën e mërkur janë të vërteta të sinqerta, do zgjasin në kohë. Nuk është çudi që shumë prej jush ti shfaqni ndjenjat tuaja personit që ju intereson, keni bërë gabim, s'keni bërë gabim, do kërkoni falje. Çfarë do gjë që do thoni pra është e sinqertë e vërtet, keni parasysh, kuptojeni këtë gjë që çfarë do gjë do ju komunikohet ditën e mërkur, pavarësisht se nga kush po ju komunikohet, është e sinqertë, është e vërtet. Dhe po është dita e bëjmë paqe, pranojmë falje, ecim përpara, dhe pse jo edhe angazhohemi, të tipit fejohemi, lëm një datë për të nisur një bashkëjetesë, një martesë, pse jo, e gjëra të tilla. Kështu që eklipset nuk janë gjithmonë mbaron diçka për të filluar diçka. Dhe shumë mirë mund të jetë një mos realizim që e patët deri më sot për një realizim për sa i përket ardhmes. Kështu që edhe mund të jetë kjo. Kështu që pse jo, vendosen edhe gjëra të tilla. E mërkura pra ishte kjo e enjtja. E enjtja është dita e fitimeve shumë të mëdha, unë nuk e di, fati është i pa, sa themi, nuk mund t'i vësh një emër gjithmonë fatit. Fati mund të jetë çfarëdo gjë, që nga fitoj llotarin, që nga njoh personin e jetës time, që nga gjej okazioni, dhe mund të jetë një okazion shumë i bukur ky i ditës së enjte, çfarëdo gjë qoftë të shfat jetës tuaj dhe ja ku e keni, mirë për ju. Nuk kemi çfarë të themi asaj, sepse është fat i pastër, rastësi e pastër. Për të arritur ju çfarëdo objektivi doni të arrini varësisht se ku e keni secili prej jush, këtë objektiv të caktuar. Kjo është dita e enjte, dhe përsa i përket ditës së premte, dita e premte, ja, pra jemi njësoj, do me thënë e martë, e mërkur, e enjte, e premte, janë këto 3 ditët nuk e di më të bukura me sa duket të kësaj jave, ku ju keni mundësinë të stabilizoheni ekonomiko-financiarisht, të kërkoni falje, të merrni falje, të zgjidhni çështje problematika që i takojnë të kaluarës. Pra çfarëdo gjë ishte keq, vjet në vendin e vet, sistemohet, rregullohet, arrihet, s'ta thuash ajo, paqja brenda vetes, po edhe me individ të caktuar bëjmë paqe, dhe
ose diçka tjetër më e rëndësishme, nuk përsëriten situata të cilat mund t'i keni kaluar në një kohë të shkuar, mbaron çdo gjë këtu. Pra prej këtej në vazhdim mundon ta kuptoni çdo gjë bëhet mirë. Si të ishte çështje shëndetësore që zgjidhet, ekonomi, financa që gjejnë dhe ato një farë zgjidhje, ndjehemi mirë në shpirt, ndjehemi mirë me veten tonë, kështu që shumë e bukur është. Domethënë nuk di çfarë të them sepse janë me të vërtetë ditë shumë të rëndësishme të bukura. E mërkura, etja dhe e premtja. Kushdo që vete në vendin e vet, sado e vështirë të kishte qenë. Pra, për sa i përket ditës së shtunë, ja ku jemi, rinisim nga e para. Rinovim, rifillim, përmirësime si situatës, zëre se jeni individ të rinj në jetë të re. Për sa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel ka mesazhe, udhëtime, mund të jenë këto edhe një proces mendor, domethënë aludim ose udhëtoj me mendjen time, ose jam në botën time të ëndrave të çuditërave, ose konkretisht pastaj niseni për një udhëtim, shkëputje të shkurtra, ndoshta dhe jashtë shtetit diku, takoni persona që mbase keni kohë pa i parë, ose merrni mesazhe prej personave që keni kohë pa marrë mesazhe prej tyre, po sido që të jetë komunikimi dhe udhëtimet janë shumë të rëndësishme ditën e diel. Dhe kështu duhet edhe java për ju, bukur. Përshëndetje, përshëndetje Jeluani dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e rëndësishme me një eklips. Në shenjën e dashit, shenjë zjarri, deri diku, hajde mos e po ju vendosim dhe juve të ndikuar. Ç'është e vërteta, ndikojeni më tepër ju të lindurit në fund të dhjetëdiçit të parë me fillim të dhjetëdiçit të dytë, në çështje që kanë lidhje me udhëtime, me çështje ligjore, gjyqësore, nëse puna juaj u lidh me reklamën, nëse ju lidh me mediat, nëse ju lidh me arsimin e lartë, sido që të jetë, domethënë këtu flasim për eksperiencën e jetës, domethënë është filozofia e jetës, Vanessa e nënt, ju shumë mirë mund të jeni duke ndryshuar mendje në lidhje me situata, persona, mënyrë se si keni jetuar jetën tuaj deri më sot, në lidhje me një objektiv që kishit dhe nuk e keni më varet, por sido që të jetë, domethënë, po ndryshon filozofia juaj e jetës, kjo është thelbi i këtij eklipsit të diellit. Jo, edhe bëra një gabim më parë, trashanik, thash, ajde mund t'ju vendosim dhe juve këtu, do ju vendosim me se s'bën, sepse ju dielli ju kryeson. Dhe në një shenjë zjarri, siç është dashi, sigurisht që është shumë i rëndësishëm për ju, por pikërisht këtë gjë bën, ju ndryshon mend te kokës. Domethënë, ju sjell një filozofi të re jete, kjo është pjesa kryesore. Dhe është e bukur, po shumë e bukur. Dhe për ju që jeni ndoshta keni qenë në proces ligjor gjyqësor, ose përfundon, ose pastaj nuk domethënë, nëse keni shpëtuar deri dje, mbase nuk do ja dilni dot tani të shpëtoni më, sepse duhet të mbyllet kjo çështje. Por sido që të jetë, shikojmë se si secili prej jush do ta përjetoj konkretisht, gjithmonë pres komentet tuaja si bëhet fjalë. Tani, përsa i përket ditës së hënë, duke ju uruar një javë shumë të mbarë, dita e hënë nis me po. Atë që tash, domethënë, ndonjëherë duhet të kuptosh që atë çka do japësh, atë do marrësh. Dhe ç'është e vërteta, ju jeni person që jepni dhe falni shumë, madje do thosha, deri në, nuk e di, vetflijim. Dhe sado që mund të më thonë jo kështu po ashtu, jo Luani është i tillë, dhe sidomos me persona që i ka shumë gjanë, siç janë ata të familjes së vet. Por dhe persona që i ka për zemër në përgjithësi. Atëherë sado egocentrik të mund t'ju duket një Luan, apo se i pëlqen vetja, apo nuk e di se si mund ta cilësonit ju, po e ka dhe këtë anë të vet, dhe për të gjithë ju që dikur keni falur dashuri, mbështetje, dhe pozitivitet, besoni tani është dita që kjo gjë t'ju kthehet 100 fish. Dita e hënë, ose në qoftë se këto tipare do i keni ditën e hënë, pra nuk do kurseni mbështetjen, dashurinë dhe çfarëdo gjë tjetër kundrejt atyre që kanë nevojë, në një moment tjetër të pacaktuar të së ardhmes, kjo gjë do ju kthehet përsëri 100 fish, të thosha. Përsa i përket ditës së, pra bëni mirë se do gjeni mirë, të dua t'ju them me pak fjalë, përsa i përket ditës së hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë e lodhshme, me një rutinë të lodhshme pune, sigurisht fillon puna ditën e martë, si bëhet fjalë, do mos ju që jeni në arsim, nuk e di se po ndjeni ka shumë lodhje, sido që të jetë, është një punë rutinë, është një punë e lodhshme, vazhdueshme, nuk po ja shikoni dot hajrin, ose thjesht mbase ndoshta është ai momenti ku nuk ju pëlqen më rutina në cilën ndodheni, nuk ju pëlqen më përditshmëria, nuk ju pëlqen që keni, nuk ju pëlqen më fakti që gjallja kaq të ngecura, kaq të njëjta, dhe doni të sillni një farë ndryshimi, por sido që të jetë e lodhshme, me angazhime është dita e martë, se çfarë do ju sjelli si reflektim, a ju pastaj mbetet për të parë.
por që është e lodhshme, vjen me angazhime, vjen me po të njëjtat gjëra që keni pas gjithmonë. Atëherë për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku juve meshkujt vetë hapni rrugën tuaj drejt suksesit tuaj. Ju që jeni femra, mund të mirëprisni këtë individ në jetën tuaj i cili vjen me qëllimet më të mira të mundshme për sa i përket realizimit të vetë këtij, po dhe të juve. Tani këtu ju që e keni një individ konkret në jetën tuaj, këta një mashkull konkret në jetën tuaj dhe po prisni që të marrit edhe ai hapin e radhës për të ecur përpara këtij gjë ndodh, por edhe nëse nuk e keni, duket se këtu një njohje e re do dalë diçka shumë të rëndësishme për sa i përket të ardhmes. Ju që jeni meshkuj, asgjë nuk ju ndalon të propozoni femrës që keni zgjedhur ta keni partnerin e jetës tuaj, por edhe për sa i përket vendimarrjeve tuaja në biznes, në sipërmarrje dhe gjëra të tilla, duket se favorizojeni tamam ditën e mërkur, pra si thash vetë e hapni rrugën tuaj juve vetë, çani përpara. Tani për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku duhet të kuptoni se disa individ që po largohen nga jeta juaj apo u larguan nga jeta juaj, po largohen ose u larguan sepse aq kishin për të dhënë, aq ishte roli i tyre në jetën tuaj, aq mund të ofronin, por aq e kishin drejt ta marrin kontratën të nënshkruar, aq do jepnin, aq do realizonin, më pas të kishin realizuar atë çka do të realizonin, të jepnin atë çka kishin për të dhënë, do t'ju thoshin bye bye sepse dikush tjetër shumë herë më avans se këta individ ju çon përpara atje ku ju doni të realizoheni. Pra, mbyllet një kapitull jetës tuaj me individ të caktuar që kaq kishin për të dhënë dhe nis një kapitull i ri me individ të ri që vinë në jetën tuaj për t'u realizuar dhe për t'u çuar gjithnjë më afër objektivave tuaja. Pra kushdo që iku do zvendçohet nga dikush tjetër më i rëndësishëm. Këtë gjë dua t'ju them, ndaj dhe mos u mërzisni kot. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e arritjeve, e suksesit, e ndihemi gjallë, ndihemi plot, ndihem shumë mirë me veten time, me realizimet e mia, favorizohet shumë puna krijuese, fëmijët. Çfarëdo gjë ka të bëjë me organizime eventesh, çfarëdo gjë ka të bëjë me sportin, me artin, me familjen, duket se favorizohet jashtëmase shumë ditën e premte. Shumë prej jush edhe mund ta shikoni veten të famshëm nga një moment në tjetër, por që sado që dieta juaj po ndryshon dhe më në fund dielli po lind edhe për ju. Dhe nuk do të jetë një diell i cili do ndriçojë vetëm një ditë. Ajo çka nis ditën e premte ose çfarëdo gjë ju bëheni pjesë e këtij procesi, ka një kozgjatje shumë të gjatë dhe mund të zgjasë edhe një vit. Kështu që këto gjë që po ju them, mbase nuk do shikoni konkretisht të gjitha të zhvilluara ditën e premte, por ju çojmë brenda një viti në realizimet tuaja 100%. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ec përpara me kurajo, favorizohen nismat e reja me sa duket këtu për ju. Jupiteri është në anën tuaj, është në krahun tuaj, ju duhet sigurisht të keni kujdes, po, as bëhet fjalë. Jupiteri është edhe ai planet i cili nëse nuk e kujdes të merr euforia dhe vetë ja fut më keq, domethënë se të ishte një Saturn apo një planet tjetër që quhet më i vështirë, është çik do kujdes. Por që sido që të jetë po favorizojnë nismat e reja edhe fati është në anën tuaj vetëm me kujdes. Me kujdes dhe çdo gjë është e mundur. Dhe përsa i përket ditës së diel, dashuria ju do, po dhe paraja ju do, kështu që çfarëdo lloj ngërçesh mund të kishit në lidhje me financat, por edhe me dashurinë, duket se nuk janë më. Ose vjen një njohje e re shumë e rëndësishme ju afash, brenda kësaj jave favorizojnë në 2 momente të javës për gjëra të tilla. Mund të merret një vendim në lidhje me një marrëdhënie ekzistuese që e keni për një fejesë, bashkëtesë, martesë, për ta çuar pra diku më tej, thuhen fjalë të sinqerta, pra shprehen ndjenja që dikush mund t'i ketë kundrejt jush ose juve jeni të lirë t'u shprehni të tjerëve dhe ato të pranohen. Dhe po, përsa i përket ju thash financave, duket se edhe ato gjen një farë zgjidhje të mirë, të këndshme, të kënaqshme. Kështu pra mbyllet java dhe për ju. Përshëndetje shenja Vigjëreshës dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë me eklips në shenjën e Dashit, për ju është banesa e 8, do të thotë që këtu
Këtu çfarëdo llogje ka të bëjë me gjërat e fshehta, me skandalet, me burime të ardhurash të përbashkëta që keni me bashkëshortin tuaj ose me individ të tjerë, me cilët punoni, bashkëpunoni, se ndani një biznes me ta. Çfarëdo llogje ka të bëjë me pronën, çfarëdo llogje ka të bëjë me investimin mbi pronën, çfarëdo llogje ka të bëjë me trashëgimi, me adhurime, me gjëra të tilla, me kredi, me sekrete, me trauma, me seksualitetin tuaj, pse jo? Këtu tani diçka duhet të vinë në vëmendjen tuaj për t'u sqaruar, për t'i dhënë funde, për të vazhduar përpara. Banesa e 8 është cikli i jetës. Për mua do të thotë është ai infiniti, që do të thotë aty mbaron dhe aty fillon gjithçka, aty vdes deri lind. Pse? Sepse është banesa e Akrepit, i cili kryesohet nga Plutoni, por edhe nga Marsi njëkohësisht. Kështu që sjell goxha ndryshime në jetën tuaj, ju ndryshon kursin e jetës, le të themi, dhe ju bën të shikoni gjërat më ndryshe. Për të gjithë ju që do të rini të punoni me anën tuaj të errët, besomuni çfarëdo gjë quhet fobi, çfarëdo gjë quhet traumë, çfarëdo gjë quhet një sekret, një ngërsh, diçka e tillë e madhe jetës tuaj që nuk ju lë të realizoni të ecni përpara, mbaron pikërisht këtu dhe ju rilindni, të dashurit e mi, se të fluturat e bukura, kur dalin nga ajo mbështjellja e vet. Kështu pra, atëherë t'ju uroj një javë sa më të mbar dhe fillojmë me ditën e po sigurisht pasi të keni kaluar ato ngërçe psikologjike, emotive, edhe me radhë, ja ku jemi këtu, dita e hënë është një sfidë më vete, do me thënë këtu jemi tek individët që s'ta thuash ju vën gjithmonë në provë dhe nuk janë dashamirës, si një ex për shembull person që mund të kthehet për t'ju kujtuar se ai është mbi ju dhe sa që ai të do ju jeni në urdhrat e tij, që nga frika, nga pasiguria, nga vesi, nga fobira, gjatë të tilla. Pra, nëse këto arrini ti, nëse këtyre arrin të vini fre, nëse arrin të kuptoni se janë thjesht imagjinate trurit tuaj apo pjellë e trurit tuaj që ama mund të bëhet shumë një realitet, nëse i vini fre këtu, atëherë çdo gjë është e mundur. Ama kujdes manipulimin mendor, po dhe fizik ditën e hënë, sepse mund të ketë gabime të mëdha, mund të gaboni keq, domethënë, mos lejoni individ caktuar të luajnë me ju përsëri dhe merrni situatën në dorë, ju lutem shumë që të mund të vazhdoni pastaj përpara. Për ata që do dinë tash të punojnë me këtë lloj energjie, për ata që do dinë t'i vënë fre dhe të thonë s'ka më frikë dhe merr të keqen, atëherë fituat. Por ju pastaj që thjesht përsëri do bëni pre e frikës, pasigurisë, bllokesës, emotive, manipulimit mendor që i bëni vetes tuaj ose që lejojnë të tjerë t'ua punojnë juve, atëherë keq më vjen që po ua them, por do jeni përsëri në se thuash pjesa e tij rreth viciosi si nuk mbyllet kur. Ka mundësi të mbyllet tani, uroj ta shfrytëzoni këtë mundësi. Për sa i përket ditës së martë, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me sa thuash persona me financime, ta themi kështu. Pra, nëse ke nevojë për një financues në punën tuaj, në projektin tuaj, në një nismë tuaj, atëherë ja ku është. Pra, flitet për ndihmë ekonomiko-financiare, e cila ju vjen andi nga nuk e prisni mase ndoshta. Një hap që keni jetur në një të kaluar në lidhje me ekonomi dhe me financa, duket se ju del me goxha sukses ditën e martë dhe në përgjithësi favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me transaksione, me llogari, me çfarë të themi, me gjë të tilla, pra ta kuptoni, me fonde, me pensione, me çfarëdo gjë ka të bëjë me paran që rrjedh. Dhe që nuk është vetëm në duart tuaja, po thashë ndani dhe me individë të tjerë. Dhe po, nëse keni ndërmend të merrni një kredi, ndoshta një person i specializuar në këtë fushë mund t'ju orientojë se çfarë është më e mirë apo ju të bëni, si të investoni apo nëse është momenti apo nuk është momenti për ta bërë një gjë të tillë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e fatit. Kuptoni se fati mbase nuk po ju çon atje ku donit ju, por nëse ndiqni rrjedhën, atëherë nuk do gaboni, nuk do bëni pishmën, sepse me sa duket ju çon më mirë akoma nga ç'mendonit ju se do të ishit. Pra, keni besim tek fati juaj, keni besim tek rryma se ku po ju çon, dëgjoni intuitën tuaj dhe nuk do të gaboni. Dita e mërkurë është ditë shumë e rëndësishme për sa i përket financave, për sa i përket eksperiencave, domethënë këtu kuptoni se jeni individ të ri në një oqean të ri mundësish,
të cilat nëse i kapni siç duhet dhe shfrytëzoni siç duhet, zhvilloheni edhe më shumë akoma. Po që çfarëdo gjë ka të bëjë me paran, dita e martë dhe dita e mërkurë është shumë e rëndësishme për ju, për sa i përket investimeve nuk do e thosha, domethënë investimet e reja, por për sa mund të jetë investuar në kohë të kaluar, mund të shikoni tani produktin atyre investimeve. Dhe po buni gati sepse po ndryshoni ju e ardhmja juaj dhe çfarëdo gjëje prisnit në lidhje me të ardhmen tuaj gjithashtu, për mirë, gjithmonë për mirë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku do hajde mere, pikërisht kështu është, për çfarëdo gjë kërkoni të arrini, duhet të pikë së pari njerë të vërtetoni që e meritoni. Çfarëdo gjë qoftë, një punë e re, tregoni që e meritoni, i keni vlerat, i keni meritat dhe pse jo le t'ju besohet ky vendiri pune. Kërkoni një individ caktuar në jetën tuaj, atëherë a jeni personi i dur, tregoj që je personi i dur. Pra për çfarëdo gjë që do kërkoni të arrini ditën e enjte, do ju duhet ta vërtetoni se vërtet jeni personat e dur dhe se e meritoni, pra t'ju jepet një mundësi. E njëjta gjë vlen për individët të cilët mbase do vinë të kërkojnë mundësi prej jush. Atëherë duhet ta meritojnë. Kjo është ideja. Pra duhet merituar çdo gjë. Pra dita e enjte të jep mundësi realizimi nëse i meriton, le ta themi kështu. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita e udhëtimeve të largëta për të gjithë ju që keni ndërmend të udhëtoni, mbase nuk do jenë, pra është udhëtim, është nismë e re, është një objektiv që duhet të arrihet, është një totalisht një jetë e re në një realitet të ri, për gjithë ju që do shkoni të jetoni diku jashtë, për shembull, për ju që filloni një punë të re në një, çfarë do themi, ambient të ri, për të gjithë ju që po sillni diçka të re në jetën tuaj, duket se kjo është eksperiencë e re. Në fillim pak e vështirë si çdo eksperiencë e re, por pastaj shtroheni dhe çdo gjë ju shkon vaj, ju shkon shumë mirë. Dita e premte është një ditë e cila favorizon shumë paran, tregtinë, çfarëdo gjë ka të bëjë me marr dhe jap, exchange, dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me eksploroj, mësoj, është edhe proces mendor, domethënë për gjithë ju për shembull që jeni në studime, po studioni një fushë caktuar ose do jeni pjesë e një bisede shumë të rëndësishme filozofike ose me një kontekst ose një përmbajtje shumë të lartë, ndoshta edhe për ju, atëherë mësoni gjëra të reja dhe zhvilloheni përmes këtyre gjërave të reja, por mund të jetë edhe nis universitetin ose nis një kurs ose nis një trajnim. Janë edhe gjëra të tilla, çfarëdo gjë qoftë, pra, duket se ju ndihmon të zhvilloheni. Pra, këtu po flasim për zhvillim të pastër, dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku reflektoni mbi vlerat tuaja, çfarë bleni, sa bleni dhe pritshmëritë që keni në varësi të vlerave tuaja. Duhet të kuptoni se nuk mjafton thjesht t'ia dish vlerat vetes, por duhet edhe të punosh që ti arrish rezultatet që kërkon. Kështu që unë them se ju pret një sukses shumë i madh, por pikë së pari nis nga vetdia, kush jam dhe se sa vlej. Dhe përsa i përket ditës së diel, në mënyrë që të arrini suksesin që meritoni, ju duhet të distancoheni pak nga problemet e jetës tuaj, nga individ ndoshta të caktuar, pra të shikoni pak jetën tuaj nga jashtë. Dhe të shikoni se kush janë ata individ që duhet të qëndrojnë, cilat janë ato situata që duhen vazhduar, cilat janë ato që duhet mbyllen këtu dhe të mund të vazhdoni përpara. Por që po keni nevojë për izolim ditën e diel dhe do kërkoni me ngulmim. A do ju dali për mirë? Po, se të reflektoni do merrni vendime shumë të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj. Përshëndetje shenjë peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, e cila mbyllet me një eklips dielli në shenjën e Dashit direkt përballë jush. Ndikon në marrëdhëniet tuaja në çift dhe jo vetëm, marrëdhëniet tuaja në çift, përsa i përket çështjeve ligjore, kontratave të rëndësishme, armiqve të drejtë për drejtë, atyre që nuk ju fshihen, po e dini që i keni aty gjatë gjithë kohës, kështu që martesës tuaj, bashkëtesës tuaj, pra personave që i keni realisht në jetën tuaj, personave të rëndësishëm të jetës tuaj, dhe po ndikojnë më tepër ju që keni lindur në fund të dhjetëdiçit të parë me fillim të dhjetëdiçit të dytë. Këtu ajo çka duhet të mbaroj mbaron, por gjithmonë keni parasysh eklipsi jep mundësinë për të mbyllur ato gjëra që janë të dhimbshme, ato gjëra që të çojnë gjikundi, ato gjëra që u ka ikur koha, ato gjëra që nuk mund të ndryshojnë, dhe që janë të panevojshme më të jenë në jetën e secilit, kështu që ajo çka ka për të ardhur do të vijë dhe ajo çka ka për të ikur do të iki. Por që gjithmonë është kështu, diçka ikën që të vi diçka më e mirë. Dhe unë besoj te kjo gjë.
edhe të shohim se si do ju vej fundja gjëja. Por pavarësisht fenomeneve, unë ju uroj të keni një javë të mbar dhe filloj me ditën e hënë, ku me sa duket ne që do keni nevojë ditën e hënë për mbështetje, mbështetje të çfarë do lloji, në çfarë do lloj fushë, mbështetje për të çuar përpara një projekt, mbështetje për sa i përket financave, mbështetje për sa i përket arritjes së një objektivi, do e keni. Do e keni personat të caktuar do ju ndihmojnë ose fati do ju ndihmojë, por duhet të kuptoni se këtu nuk mjafton thjesht faktori jashtëm që ju të keni suksesin, duhet edhe ju vetë lëvizni këmbë me duar që të arrijë suksesi vërtet. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku, ndoshta për një, këtu më tepër flasim për çështje që ka lidhje me një pronë, me një biznes, që nuk po ju shitet, nuk po ju ecën, nuk e ka fitimet siç i donit ju, duket se ju ka dhënë çik paniku, frika dhe pasiguria dhe mendoni se çdo gjë ka humbur, nuk ka më shpresë, po gabim, sepse kjo gjë është e përkohshme. Dhe nëse situata po ju trysnon kaq shumë, atëherë po ju trysnon që ju të detyroheni të gjeni mënyra të tjera shfrytëzimi ndoshta të kësaj prone, të këtij objekti, të këtij biznesi, pra jo çdo gjë ka humbur, përkundrazi le të themi është moment pauze ku ju duhet të reflektoni për të gjetur mënyra të tjera realizimi dhe do i gjeni, unë kam besimin se po, nëse sigurisht vini truri në punë dhe mendoni, e shikoni pak atë gotën jo gjysëm bosh, po gjysëm duke u mbushur, le të themi. Për sa i përket ditës së Mërkur vazhdojmë me botë të linj të frikës, të pasigurisë, të problemeve që mblidhen të gjitha së bashku, por ashtu sikurse edhe mblidhen së bashku, ashtu edhe largohen në po të njëjtën mënyrë, ama për sa kohë zgjasin sigurisht u andjen. Turistinësia e re që mblidhet mbi kokë, biesh vetëm mbi kokën tënde dhe tek të tjerë çdo gjë është në rregull, por që përsëri është një moment reflektimi për të kuptuar se çfarë realisht duhet të ndryshojë në jetën tuaj. Është një ditë e cila sigurisht sjell pengesa, bllokesa, vonesa në realizimet tuaja, por thash, është një ditë e cila ju ndihmon të reflektoni mbi ato çka duhet të ndryshojnë në jetën tuaj. Tash, siç do vi, ashtu do iki momenti, por e ke parasysh thjesht kur të mblidhen të gjitha së bashku dhe thua u mbyta. E po, më vonë e gjen edhe mënyrën se si të vazhdosh përpara dhe të duhet në momente të tilla ndonjëherë. Për sa i përket tani ditës së, kujdes do më bëni këtu ditën e mërkur, do ta them, do më bëni pak kujdes me lodhjen mendore, sepse mund të ketë një impakt shumë të madh në jetën tuaj, sidomos në marrëdhëniet tuaja, mund të gaboni me ato çka do thoni ose me vlerësimet që do bëni individët e caktuar, por ajo që gjithashtu kjo ju tregon si ditësh se, siç ju thash, përsëri tek marrëdhëniet tuaja, në qoftë se më tepër në atë marrëdhënie ka fyerje, ka ulje vlerash e me radhë, atëherë nuk besoj më se duhet të insistoni, ose nëse për shembull përsëritet situata që i keni parë dhe më përpara, atëherë ka diçka këtu që duhet të ndryshojë dhe o e ndryshoni dhe vazhdoni përpara, ose pastaj i bie të përsëritet gjatë gjithë kohës e njëjta gjë. Po që prapë me zgjidhje shoh, kështu duhet të shohim gjatë me zgjidhje. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku po ecni në një litar të tendosur, jeni shumë afër realizimit të një objektivi tuaj, por kujdes, nëse ishni dorë tani e humbët çdo gjë dhe gjuna, se keni hedhur goxha mund këtu, goxha përpjekje, është shumë gjuna të ishni dorë pikërisht tani. Kështu që përsa i përket ditës së enjte, do i thosha duroni deri në fund, edhe sikur të duket sikur çdo gjë humbi, nuk ka humbur asnjë gjë, është thjesht një provë që universi po ua bën për të parë nëse vërtet e meritoni këtë mirësi që po ju vjen. Kështu që sinqerisht dhe konkretisht po ua them, ditën e enjte mos ishni dorë nga asnjë ëndër, nga asnjë shpresë, nga asnjë realizim që kërkoni të arrini, sepse është i arritur tashmë. Nëse del ndonjë pengesë, është e fundit dhe nuk ka për të pasur më. Mos ishni dorë sepse është gjuna. Keni hedhur shumë mundim, shumë punë, shumë përpjekje, është krim të ishni dorë tani. Kështu që nëse ma dëgjoni fjalën nuk do dilni të humbur. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita e komunikimit, e mesazheve, korrespondencës, çfarëdo gjë ka të bëjë me
të tregoj një sekret ose flasim për gjëra që nuk kemi folur më përpara, pse ta thuash hapet thesi dhe dalin gjëra prej ti. Këtu përsëri jemi në marrëdhënie me të tjerët, qoftë në çift apo në familje apo në bashkëpunim, ku ato fjalë që nuk janë thënë do thuhen, ato të vërteta që duhet të thuhen do thuhen, dhe ato vendime që do të merren do merren. Për sa i përket pastaj në shkrimin të kontratave, do i lexoni gjërat me shumë kujdes përpara se të nënshkruani çfarë do llojë. Sqarime sigurisht që kemi, deklarata sigurisht që kemi, propozime dhe oferta gjithashtu, dhe nuk e di, është dita e sekreteve, dalin sekrete në sipërfaqe, por që nuk janë të lloj sekrete që ta prishin jetën, përkundrazi të bëjnë të reflektosh dhe të kuptosh për shumë gjëra në lidhje me gjërat ekzidenciale, të thuash. Përsa i përket studimeve, këtu favorizojnë jashtëmase shumë. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e rilindjes, pikërisht kështu, pra dimri po ju lë pas dhe thamë, eklipsi gjithmonë këtë gjë sjell, është dimër i vogël, mos harrojmë që del, skemi, na zdihet dielli, çdo gjë vdes për një farë momenti, për disa sekonda, minuta do ishte katastrofë, por që sekonda, le të themi, kështu që çdo gjë pastaj vjen në formën e një rilindje, edhe kështu do ta kuptoni për çfarë lloji gjë po mbaron, mirë se të mbaroj dhe mirë se të iki, sepse ajo çka ju vjen është një lindje e re, një mundësi e re, një jetë e re. Bukur, pra dita e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, ja ku jemi, dielli del përsëri dhe përsëri ndjehemi të fort, ndjehemi, shiko se kjo është çik, kush di ka parë dhe një letrat, dhe vetëm letrat taro, por pak simbolikën e gjërave. Këtu kemi diellin dhe këtu janë brirët e lopës, ta themi lopa e shenjtë, po shkon në Egjipt. Nejse nuk e di, lidheni vetë juve që dini më mirë se kaq si s'kam po t'u sqaroj, por që ideja është, po, jeta është përsëri e juaja, ka ikur errësira, nuk ka më errësirë, keni hapur sytë, e dini se ku jeni, e shikoni të vërtetën për atë çka është dhe nuk keni frikë nga ajo më. Kështu që jeni të fortë më shumë se kur, edhe e ardhmja ju thret bukur prej këtij në vazhdim. Me shëndet, po, me financa, po, me psikologji të avancuar, po, me fizik të fort, po, të gjitha do i keni, kështu që, ja, bukur. Përshëndetje, përshëndetje shenja Krepi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që ndodh një eklips dielli në shenjën e Dashit. Marsi, mos e harrojmë domethënë që është e kryesuar si shenjë nga Marsi është dhe pjesë e juaja, sido që tjetë gjatë janë të ndërlidhura, për ju është një banesë ku rutina, përditshmëria, zakonet, shëndeti, puna, kushtet cilat punoni, jetoni, veproni, janë shumë të rëndësishme. Kështu që po është një moment reflektimi përsa i përket punës që bëni, meritat që merrni, mundin që hidhni në punën tuaj dhe vlerësimin që merrni në fund, kushtet cilat punoni, jetoni, ndryshimet që duhet të bëni në jetën tuaj dhe që kanë impakt mbi shëndetin tuaj mendor, por edhe fizik, kështu që janë të gjitha këto. Kujdes juve që keni kafsh, ta mbaj mend këtë. Kujdes juve që keni kafsh shtëpiake, kujdesuni mirë për to. Dhe kujdesuni vërtet mirë për to dhe përsa i përket bimëve gjithashtu, sepse banesa e 6 i përfaqëson edhe këto, me thënë të drejtën. Do të më dëmtoni juve mua, okay, se s'është në një kushtet se çfarë, po është realisht, sepse po flasim për vetë përditshmërinë. Kështu që çfarëdo lloj gjëje është keq në rutinën tuaj, çfarëdo lloj gjëje nuk ju shërben më, çfarëdo lloj gjëje nuk ju duhet më, është e tepërt, atëherë keni mundësinë tani ta hiqni qafe, të ndryshoni mënyrë jetese, nisur që nga dieta, nisur që nga ushtrimet fizike, miqënia juaj në vija të përgjithshme është në plan të parë me këtë eklips të diellit, ku një farë zakonesh ikin dhe shpëtoni dhe jeni më të lirë për të vazhduar përpara të shëndetshëm. Atëherë vazhdojmë me ditën e hënë, ndërkohë ju kam uruar dhe po ju uroj dhe një herë një javë sa më të mbar. Dita e hënë është një ditë ku simfonia luhet këtu për ju, jeni në sinkronizim të plot me universin dhe dëshirat tuaja, kështu që mund të arrihet çfarëdo lloj objektivi që keni në mendje për të arritur. Do të ndjeni mirë, kjo ka rëndësi. Mirë në përputhje sikurse tash me
mbarvajtjen si energji në jetën tuaj, duke si u gjatë jetë si mbaj ditën e hënë, komunikimi është shumë mirë me të gjithë, sidomos nëse jeni duke bashkëpunuar në një ambient me individ të tjerë, duke se puna e përbashkët sjell një sukses shumë të madh. Pra jeni mirë, dhe kjo gjë vihet re në të gjitha fushat e jetës tuaj pak a shumë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë kjo nuk vlen për të gjithë, sigurisht vlen për ata të cilët gabojnë ose kanë gabuar me vlerësimin që kanë bërë jetës së tyre deri më sot, me hapat që kanë deri më sot, në investime që kanë bërë, me persona, me para, me energji, me mund, dhe kanë mbetur bosh. Pra, jeni dhe disa prej jush të cilët vërtet ndjeni bosh, ndjeni të pavlerësuar, ndjeni të varfër në shpirt. Përveç se të varfër në portofol, ndoshta edhe të varfër në shpirt. Çfarë është kjo? Është një ditë reflektimi, për të kuptuar se ku çaluat, ku e bët gabimin, ku mund të korrigjoheni. Dhe për të gjithë që do mund ta bëni ktesën, atëre ka dhe shpërblim për mirë. Për sa i përket, pra nuk ka humbje, ka reflektim, të gjithë duhet ju them. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e mesazheve të rëndësishme. Këtu shumë mirë mund t'ju bëhet një propozim, një ofertë për një bashkëpunim, për një vend të ri pune, për një çfarëdo gjë qoftë, ju lexojini kushtet e këtij dokumenti, pra të kësaj shkrese me shumë kujdes, dhe në qoftë se ju le verdis, okay, nënshkruani. Nëse jo, sigurisht nuk I hedhim hapa të tilla. Pra, ky është një mesazh I cili mbart një informacion shumë të rëndësishëm për ju, mund të jetë një letër aprovimi, I cili ju jep okay për të vazhduar me ato objektivat tuaja të rëndësishme, por që është një okay e madhe, le të themi. Ose mund të jetë komunikimi I një personi I cili ka kohë që nuk ju shkruan më, ose nuk është bërë gjallë, dhe më në fund me një lajme prej tij. E mërkura kjo. Për sa I përket ditës së ejte, dita e ejte është dita ku nuk do keni më saktë dëshira as të dëgjoni, as të flisni, as të veproni, doni thjesht të rini, të meditoni, të kuptoni se çfarë ndryshimesh do sillni në jetën tuaj. Sigurisht që jeni ende gati për të marrë vendime të rëndësishme, por të paktën jeni duke reflektuar mbi këto vendime që duhet të merrni në lidhje me të ardhmen tuaj dhe tashmëqenien tuaj. Mundësitë janë të pafundme. Çështja është kur ju do jeni gati. Kur të jeni gati, vendosni dhe veproni, ose veproni dhe vendosni. Për momentin nuk ju këshillohet vendimarrje, nuk jeni akoma gati. Në rregull, pak më vonë ndoshta, por që është një ditë apatie, është një ditë që thjesht jeni në botën e ëndrave të çuditërave, jo në kuptimin e keq të fjalës, në kuptimin e mirë të tipit reflektoj mbi ato çka kam dhe çfarë dua të kem, që të sjell pastaj ndryshimin e shumë pritur në jetën time. E njëjtja kjo. Përsa I përket ditës së premte, dita e premte është dita ku vjet re një përmirësim shumë I madh në shëndet pikë së pari, pra për gjithë ju që keni pas probleme me shëndetin tuaj, gjeni zgjidhje. Për të gjithë ju që keni pas një rutinë kaotike, filloni dhe stabilizoheni avash avash, pra jeta juaj po stabilizohet, merreni kështu. Është një ditë që favorizon shumë punën mendore, procesin mendor, komunikimin, gjithashtu, ide që do të keni brenda kësaj dite duket se ju ndihmojnë të stabilizoheni një herë mirë në jetën tuaj, në punën tuaj, në të ardhmen tuaj. Pra është një letër ose është një ditë ku kuptoni se më në fund jeta ka kuptim, më në fund jetën si ta shohësh, pra varet nga çfarë këndvështrimi e sheh, dhe po do ndjeni të plot, do të ndjeni të realizuar. Dhe kështu do vazhdoni prej këteje në vazhdim. Përsa I përket pra ditës së premte, duket se arrini një sukses kaq të madh, dhe për mua nuk ka sukses më të madh se kaq, më të jeni të qetë mendërisht, fizikisht dhe psikologjikisht. Dhe jo vetëm, sepse këtu flitet dhe për mirëqenie dhe flitet dhe për stabilitet ekonomiko-financiar. Pra gjithçka është drejt stabilitetit, drejt normalitetit të jetës tuaj, gjë që nuk e kishit më përpara. Përsa I përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku aktivizoni atë vetdijen tuaj të lartësuar, po flasim për një vetdije shumë vite drite larg asaj çka jeni momentalisht, do me thënë, këtu jeni individë të tjerë, këtu kuptoni se universi funksionon me një mençuri që truri njeriut nuk e percepton dot, por që sido që të jetë, do ju pëlqej vetja juaj e re, kaq që t'ju them. Dhe
keni shumë besim tek intuita juaj. Ditën e shtunë ju ndihmon dhe të merrni vendime shumë të rëndësishme, por e të kuptoni se çfarë ka vlerë dhe çfarë jo në jetën tuaj. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e zjarit, ku me sa duket do keni dëshirë të jetoni, të dashuroni me pasion, pra do doni çdo gjë ta bëni me pasion. Ditën e diel doni të ndjeni të gjallë dhe ka shumë gjasa që në këtë proces të mund të ndihmojë një luan, një dash ose një shigjetar. Nëse këtu i keni dhe ascendent, atëherë edhe më mirë akoma, por sido që tjetër është ditë e gjallë, ditë e fortë, ditë e bukur, plot emocione, dita e diel dhe nuk besoj se do lini gjë pa shijuar dhe pa jetuar. Ama me kujdes, sido që tjetë, me kujdes në mos të teproni. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë me një eklips dielli në një shenjë zjari, siç jeni edhe ju në shenjën e dashit, i cili më saktë por ju përfaqëson banesën e 5, që janë fëmijët, puna krijuese, sipërmarrjet, bota e artit, e sportit, e prindërimit, e dramës, e teatrit, sido që të jetë, kështu që le të themi se e marrëdhënieve romantike, do të thënë, çfarë natyre doni që të kenë marrëdhëniet tuaja prej këtej në vazhdim, me fëmijët tuaj, përsëri nëse keni pas probleme, t'i zgjidhni ato. Në përgjithësi flitet për jetën dhe cilësinë e jetës, banesa e 5 është pikërisht kjo gjë. Dhe aty çfarëdo gjë nuk ju ambush në syri, nuk ju pëlqen, e shikoni si të kushtëzuar, them se i erdhi fundi, mbaron aty dhe do gjeni mënyra të tjera se si të ndjeni të gjallë përsëri. Por që bukur, nuk mund të them se nuk dua të flas, nuk dua të them gjëra të këqija sepse besoj tek forca që secili individ ka brenda vetes së vet për ta ndryshuar realitetin. Kështu që unë them mendoni pozitivisht dhe kaq mjafton. Me të vërtet besoj se kaq mjafton. Atëherë, luroj një sa më të mbar një herë dhe përsa i përket ditës së hënë, është dita ku diçka doni të guxoni ta bëni ndryshe për të shokuar ose duke shokuar të tjerët. Mund të jetë çfarëdo gjëje, nuk e di, por që nëse ka baza, do me thënë, në qoftë se ka qoftë edhe një bazë më të vogël, atëherë do ju dali me sukses. Pra, ta zëvnisesh për t'iku diku ilegalisht, por e ke një person se kush të pret andej ta zëm. Atëherë, okay, hajde bëjmë, ik. Do të ikësh nga një marrëdhënie ngecur, por në fakt e ke gjetur personin tjetër, atë që të pret vërtet, ose do ta lësh një punë që bën për diçka tjetër, por në fakt diçka tjetër ti e ke, tashmë e ke gjetur, sido që tjetër në kushte të tilla po favorizohet. Por mund të jetë edhe më shumë se kaq, si për shembull ndryshoj komplet stilin e jetës time, apo çka bëjam përpara krahasuar me ato çka do bëj prej këtej në vazhdim, dhe edhe kjo sjell domethënë shokim, sidomos për sa i përket konfrontimit të rregullave shoqërore, nëse ju jeni duke i thyer ato nuk e di, ose duke shkaktuar një skandal të vogël, mini skandal. Nëse e bëni këtë gjë me të drejtë, atëherë mund të përfitojnë dhe individë të tjerë dhe bravo ju qoftë. Por nëse e bëni thjeshta për ta bërë, atëherë do merrni veten tuaja si vetfjalë, por dhe persona të tjerë dhe gjyna. Tani për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që favorizon shumë martesën, marrëdhëniet në çift, banesa e 5 do të jetë, për sa i përket bashkëpunimeve. Kështu që nuk do më bëte çudi që edhe në këto kushte të jeni duke vendosur për një fejesë, bashkëtesë, martesë, të ndani një datë të caktuar të tillë ose të vendosni për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, sido që të jetë çfarëdo gjë qoftë, bashkëpunim ose bashkëjetesë, nëse e themi kështu, atëherë gjërat mirë ju ecën dhe do zgjasin goxha në kohë me shumë fitime dhe përfitime. Për sa i përket të ardhmes, për sa i përket ditës së mërkur, do më bëni shumë kujdes në lidhje me persona falso, persona gënjeshtër, persona mashtruesa, persona të cilët duan të përfitojnë dhe të përdorin aftësitë tuaja si të ishin dhuntit e veta. Kështu që unë do jepja vetëm një këshill, këta persona keni kohë që po i studioni, po dhe këta kanë kohë që po i studioni juve. Nëse do të dini të silleni më të zgjuar se këta, atëherë merruani në kthes. Mundoni të bëni lojën që këta bëjnë dhe t'i fitoni në lojën e tyre. Por sido që të jetë, nuk mund të mos ju them bëni kujdes nga individët të cilët tjetër gjë janë dhe tjetër gjë
ose tjetër gjë duken dhe tjetër gjë janë, dhe bëni kujdes, ata personat që do ju lajkatosen më së tepër mbi ditën e Mërkur janë ata për të cilët duhet të keni më tepër kujdes. Pra servilat, keni kujdes ditën e Mërkur. Dhe mos dëgjoni shpifje, mos dëgjoni thasheteme sepse është kurth, kaq ditë ju them. Për sa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte është dita ku avash duket se po më këmbeni, avash po e meni veten, avash po mundoni të korrigjoni gabime dhe gabime që i bët në një të kaluar të afërt, le të themi. Pra, po sillni, po mundoni të pak të sillni ndryshimi në jetën tuaj. Po jepni vetes tuaj një mundësi të re, po dhe dikujt tjetër një mundësi të dytë që të mund të ecni përpara. Do ja dilni, unë them se do ja dilni. Do me thënë kam shpresa vërtet se këtu, nëse vërtet besoni në aftësitë tuaja, atëre të keni për t'ja dalë shumë mirë. Pavarësisht se sa të tjerë po ju shohin me dyshime dhe duket sikur nuk do ja dilni dot, nëse ju keni vërtet besim tek vetja juaj, çdo gjë është e mundur për sa i përket ditës së Enjte. Për sa i përket pastaj ditës së Premte, dita e Premte është dita ku duket sikur merrni biletën e shkuarjes pa kthim drejt fatit, drejt qetësisë mendore, qetësisë psikologjike, duket sikur po hapet rruga dhe për ju dhe nuk do zgjasë një ditë, do zgjasë goxha, flasim për një goxha periudhë të gjatë ku fati është me anën tuaj, rastësitë janë të bukura dhe problemet zgjidhen pa probleme. Pra nga e premtja e tutje, pastaj në vazhdim do zgjasë për goxha muaj, me thënë të drejtën. Për sa i përket pastaj ditës së Shtunë, dita e Shtunë është dita ku ja ku jemi duke, si të thuash, korrur ato produktet e punës tuaj, kështu që po, është momenti që të korrni suksesin tuaj edhe ju. Ju a thash dita e Premte e tillë është, po edhe dita e Shtunë me sa duket e tillë ka për të qenë dhe ajo. Dhe për sa i përket ditës së Diel, lërini të tjerë ju duan dhe duajini edhe ju. Është ditë dashurie, lumturie, është ditë për kujdesje kundrejt të tjerëve dhe do të ndjeni të plot dhe jo vetëm kjo, por edhe të thuash goxha me fat dhe të përkëdhelur, do thosha, edhe nga fati, që në jetën tuaj keni individ që ju duan vërtet. Ose që të paktën ju lejojnë t'i doni ju. Por se do që është një ditë e tillë për kujdesje, nga prej nga do të merrni, do t'jepni shumë. Përshëndetje një britsjapit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme me një eklips dielli në shenjën e dashit që ju ndikon në banesën e 4, që është familja, është e kaluara, është fëmijëria, janë traumat e fëmijërisë, është puna juaj, është mjeti juaj me cilin lëvizni, kështu që është siguria juaj, le të themi. Ju prek pikërisht aty dhe çfarëdo gjëje ka të bëjë me mamaja juaj. Përsa i përket këtyre çështjeve, duket se vjen një cikël, e mbyllet për të hapur një cikël i ri, me ndoshta probleme familjare që i keni pas, me çështje banesash, me çështje trashëgimie, me çështje thash që kanë lidhje me të kaluarën tuaj, me fëmijën tuaj, me prindin femër, me trauma në përgjithësi, të cilat me sa duket i pas krave për të mund të vazhduar përpara. Pra mbyllet një cikël i rëndësishëm ngjarjesh për të hapur një jetë e re, për të shpallosur një jetë e re para jush. Tani për sa i përket, shikoj se në banesa e 4 për mua është dhe shëndeti. Është gjithë ekzistenca, do thosha. Dhe aty do bëni dhe kujdes ose shëndetin tuaj në përputhje me çfarë është shumë e lidhur, shumë e ndërlikuar, me thënë të drejtën, por që bëni kujdes dhe shëndetin tuaj ose të personave tuaj të dashur, të familjes gjatë kësaj periudhe. Tani, sido që të jetë, unë t'ju uroj një javë sa më të mbar një herë dhe vazhdojmë me ditën e Hënë direkt. Përsa i përket ditës së Hënë, ajo që kuptohet është që duhet ta lejmë të kaluarën të iki, me çfarëdo gjë nuk ju ofron më, me çfarëdo gjë i ka mbaruar koha, por që ju insistoni ta mbani aty për një arsye që as vetë nuk e kuptoj pse. Por ka ardhur momenti që ta lini këtë të kaluar të iki, të largohet dhe të shpëtoni edhe ju. Pra është njësoj të thuash e mbaj diçka me insistim, se mos, por nuk ka më mos. Ndërkohë që kur e lë të iki, kuptoj që edhe vetë, okay, osha një bar nga supet. Pra e tillë është dita e Hënë. Për sa i përket ditës së Martë, dita e Martë është dita ku o Zoti i Madh,
Dita e martë është dita ku mbaron një situatë për ju e njohur, do me thënë prej këtej tutje asgjë, do të thënë diçka nuk do mbetet më e njëjtë në jetën tuaj. Këtu me diçka e mbyllni, se do jetë, nuk e di çfarë çështje do mbyllni për Zotin, nuk dua të zgjatem shumë, për sa i përket ditës së martë, por diçka merr fund një herë për gjithmonë, nuk ka më kthim pas. Dhe këtu fillon pastaj një kapitull i ri i jetës tuaj, mund të rini pasi është të kaluar me problematikat e veta, në familjen tuaj, me individ caktuar të familjes tuaj, situata të cilat nuk do përsëriten më dhe ju thjesht do vazhdoni përpara shumë mirë dhe bukur. Dhe nuk e përjashtoj dhe mundësinë që ditën e martë disa prej jush të marrin vesh që dikush po largohet nga kjo jetë. Por mos u ndjeni keq, ju lutem shumë, sepse ky person ka vuajtur jashtë masë shumë dhe shoqëri që po shpëton. Kështu që edhe mund të jetë pra një gjë e tillë, por në përgjithësi dita e martë sjell situata të cilat mbyllen një herë për gjithmonë. Pra u ka mbaruar cikli i tyre i jetës dhe i ekzistencës, kështu që mbyllen aty dhe ju keni mundësi të vazhdoni përpara me një jetë të re, me mundësi të reja kështu me radhë. Për sa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e pra diçka mbyllet dhe fillon diçka e re, sigurisht që kështu është. Pra aty ku diçka mbaron fillon diçka e re. Dita e mërkur është ditë shumë e bukur për sa i përket nismave të reja, mundësive të reja, propozimeve të reja, në një punë të re, në një lidhje të re, marrëdhënie të re, me një fëmijë në jetën tuaj, me një lidhje të re, sikurse e thash, me një, nuk e di çfarë do gjë qoftë, është një e ardhme e re që u thëret dhe fillon pikërisht ditën e mërkur me çfarë do gjëje që ju mund të imagjinoni. Varet se si e ka secili në jetën e vet këtë pritshmëri apo këtë realizim. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita ku do të ndjeni me të vërtet shumë të kënaqur dhe krenar për ato çka keni realizuar deri më sot. Pra është dita që përballeni, do të thënë, përballet e tashnja me të kaluarën, pjekuria me rinin dhe ajo çka del si konkluzion është që bravo ja dola, jam krenar për veten time, kalova shumë por nuk u dorëzova, madje përkundrazi i shtova ato përpjekjet e mia dhe ja ku jam. Por sido që të jetë në të gjithë këto realizimet tuaja, duket se diçka mungon. Pra duket se diçka përsëri nuk e keni realizuar siç donit ju, ama sido që të jetë përsëri keni dhe mundësinë ta realizoni. Në vijat të përgjithshme do të jeni krenar me veten tuaj. Dita e enjte të cilat i parë ka. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku çështje ligjore gjyqësore pikë së parë njëherë favorizojnë jashtëmasë shumë, çfarëdo gjë ka të bëjë me financat, marr, jap, shlyej borxhe, më kthehen borxhe, investoj, marr ato çka kisha investuar, edhe pse me probleme, me vështirësi dhe kjo favorizohet. Është një ditë që mbar shumë trysni dhe ngarkesë si ditë, por që të paktën del me shumë sukses në fund të saj. Pra, pavarësisht vështirësive që do të hasni apo sfidave që do të ketë dita e premte, fitimet janë të mëdha. Dhe vjen re kudo, në çfarëdo gjë me cilën do të angazhoheni. Gjithashtu, është një ditë e cila tregon zgjidhje probleme shëndetësore. Dita e premte, për ju i keni pas ato probleme ose zgjidhen çështje familjare, për të gjithë ju që mund të jeni krye familjar, pazën. Ose nëse keni hall në një biznesi, duket se gjërat do shkojnë, do e zgjidhni pra situatën sido që të jetë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku sigurisht transformimi i Plutonit, po Plutoni ka ecur çik më tutje, me thënë drejtën ka avancuar pak në shenjën e ujorit, por sido që të jetë, sado që të avancojë është akoma aty midis, do e quaja unë ujorit edhe bricjapit, sidomos juve të 10 ditësh të fundit, dhe me të vërtet që ju e keni dhe po e ndjeni akoma atë pak trysni që Plutoni lë me rrezen e vet. Por ama ju e kaluat atë çka kishte për të kaluar, tani jeni komplet tjetër gjë, jeni krenar thash për atë çka keni arritur dhe kur bëni atë rezume në jetës tuaj ju del për mirë çdo gjë të tipit u trysnova po ja dola, pra ju ka transformuar Plutoni dhe ju ka transformuar për mirë. Tani shikoni një vete të re për të cilën ama ndjeni me të vërtet shumë krenar. Dhe jo, nuk do përsëriten me ato situatat së kaluarës. Mbyllet këtu pra. Dita e shtunë ju kujton pikërisht këtë gjë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel shërohemi. Ju fola për banesë të 4 që është banesa e sidomos traumave të fëmijërisë dhe ja ku jemi.
Jeni duke shëruar veten tuaj, jeni duke e marrë veten, jeni duke u rikuperuar, duke u kthyer përsëri në origjinë, për të kujtuar se nga u nisët dhe ku u bitisët, dhe ky është një proces, nuk e di, nuk ka besoj moment më të bukur në jetën e njeriu se sa kur kthehet në origjinë. Dhe këtë gjë pikërisht ju vjen juve për fat. Përshëndetje, përshëndetje një ujori dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme, një javë eklips diellor në shenjën e Dashit për ju banesa e 3, çfarë do gjë ka të bëjë me komunikimin, me ultravlezër, me punën tuaj nëse përfshin transportin, nëse përfshin mjetin tuaj, sa rrova mjetin me cilin lëvizni, por edhe punën tuaj me media, me rrjete sociale, me çfarë tjetër do thosha, me transport, me gjuhë të huaja, me mësuesi kush është aty. Unë do ju jep atë një këshill për sa i përket këtyre ditëve që jemi. Bëni kujdes se si e reklamoni veten në rrjetet sociale, bëni kujdes se si e përdorni fjalën, bëni kujdes me nënshkrime kontratash, me këtu edhe mund të jetë për shembull thyej një kontratë dhe nënshkruaj një kontratë të re. Tani do më thoni mua në eklips se këto gjëra sikur nuk favorizohen. Pse është mbyllje një cikli dhe hapja e një cikli të ri. I marrim gjërat shumë të ngurta, më duket do të fillojmë të shikojmë çik më ndryshe, sido që të jetë, me gjëra të tilla do të jeni të angazhuar dhe përsa i përket motrave dhe vëllezërve tuaj, mbas erdhi epoka dhe momenti për të mbyllur një kapitull dhe për të nisur një kapitull të ri, për të sistemuar një dy gjëra njëre për gjithmonë. Tani, t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe filloj me ditën e hënë, ku me sa duket u lodhët nga pritja dhe do merrni vendime të tjera tani. Kështu që është ai momenti ku prita po mbase vjen nga ajo gjë që kërkuat të vinte, për shembull, vazhdojmë përpara ose jam gati tani ose ai ta bëjmë këtë gjë ose ja ku më ke ose ja ku e ke atë gjë që kërkoje, por ju mase nuk do doni më prej këtej në vazhdim dhe do thoni që tani që do t'i s'dua unë, edhe është tepër vonë edhe unë do shikoj se ku do realizojmë në një vend tjetër. Kështu që dita e hënë sjell pikërisht këtë gjë. Arrihet ajo çka doni të arrinit pas shumë përpjekjesh dhe mundimesh, por në fund do doni juve më, kam përshtypjen. Dhe e mbyllni aty. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë përsëri dita e hënë dhe dita e martë janë ditë pritshmërie. Prisni diçka të ndryshojë jetën tuaj, derisa të kuptoni që nuk mund të ndryshojë nëse nuk ndryshoni ju gjithçka, perceptoni dhe kuptoni në mënyrë si e kuptoni. Pra, nuk ka zgjidhje nëse ju nuk filloni ta merrni situatën në duart tuaja. Dhe për sa i përket ditës së martë, sidomos do ju këshilloja që të mos prisnit të ndryshojë diçka vetvetiu, por të filloni të veproni për të pasur atë çka dëshironi të keni, sepse vërtet ashtu mund ta keni. Por që dita e martë shikoj që u gjen çik thjesht në pritje, thjesht duke parë jetën tuaj nga jashtë, se çfarë prisni të ndryshojë nuk e di, por që duhet të kuptoni që nuk ka për ndryshuar nëse ju nuk veproni. Kjo është e rëndësishme. Përsa i përket ditës së mërkur, kujdes nga çfarëdo lloj gjëje ju bën të ndjeni të vegjël, të dobët, çfarëdo lloj gjëje ja bëni vetes, le të themi, domethënë pikërisht si shpreja, ja bë ç'mundesh, ja bëra vetes. Pikërisht, pra, kujdes nga këto gjëra, kujdes nga individët të cilët janë ose hiqen prepotent, arrogant, karshi jush, kthehen her pas here në jetën tuaj për t'ju kujtuar se kush e ka kontrollin, dhe pastaj t'ju lën përsëri bosh. Është purgatori në cilin e vendosni veten tuaj, është dënimi në cilin e vendosni veten tuaj, mos jini tepër të ashpër me veten dhe kujdes nga çfarëdo gjë ka të bëjë me ves, çfarëdo gjë ka të bëjë me tundim, çfarëdo gjë ka të bëjë me gjëra të tilla të këqija që nuk ju lëm të ecni përpara, por përkundrazi ju tregojnë se sa të dobët jeni. Kujdes. Merrni situatën në dorë dhe mos lejoni që diçka e tillë t'ju vëri përsëri poshtë. Fundja, prandaj dhe po ndodh që ju të merrni situatën në duart tuaja të fitoni mbi këtë gjë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është ditë fati, nuk ka emër se kudo. Në dashuri ndoshta, takoni një person siç duhet, për të zgjidhur një çështje që duke pasgjishme, ndoshta për të shpëtuar një risk, një moment të vështirë, po pse jo, për një okazion të caktuar, po, çfarëdo gjë e qoftë, është ditë fati, rastësie dhe ju do të shfrytëzojeni në maksimum. Dhe përsa i përket dhe jeni të mbrojtur, dihet kuptohet që dita e enjte është mbrojtje ndaj çfarëdo lloji gjëje që mund të jetë e vështirë, fatkeqësi apo nuk e çfarë tjetër mund të quhet. Përsa i përket pastaj ditës së premte,
Dita e premte është dita ku ju femrat sidomos do të ndjeni mjaft të privilegjuara, dëshirat tuaja do të realizohen, kërkesat tuaja do të jenë urdhra për të zbatuar, do të zbatohen, por mos prisni më shumë se kaq, do të thënë, po favorizojnë njohje të reja ku thjesht kaloni kohën me dikë, mos prisni që të bëheni gruaja bashkëshortja e këtij individi, ose nëse jeni me dikë dhe ju mban mirë, kaq mund të shpresoni, më shumë se kaq nuk arrini dot. Flijeni mendje, domethënë, nëse ju pëlqen vazhdoni, nëse jo kërkoni diçka tjetër. Por ju që jeni meshkuj, kujdes nga femrat të cilat mund t'ju japin çfarëdo gjë ju kërkoni për sa kohë i mbani, por mos kërkoni më shumë prej tyre. Por është ditë privilegji, është ditë që të dyja palët, si meshkujt e femra, mund ta ndjeni pak prekjen e fatit. Është vazhdimësia e kësaj ditës së enjte, sikurse ju thash. Por ka një tjetër lloj natyre të tipit kudo që vetëm hapen dyer, ti mbaroj punët e mia shpejt e shpejt, dalin persona që më ndihmojnë. Pra, kjo është natyra e ditës së premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do të bëni kujdes, sepse duket sikur jeni në qendër të vëmendjes, duket sikur të gjitha syt janë kthyer nga ju dhe presin se kur ju do gaboni, kur do jetë gabimi i radhës. Nëse keni të tendencën për të gabuar pastaj, kujdes sepse dalin edhe skandale brenda kësaj jave, dalin dhe të vërteta që u plasa suratit, edhe mund të vuani pasojat e veprimeve tuaja në qoftë se jeni duke gabuar. Por do ju thosha kujdes, sepse veprimet tuaja janë të gjitha duke u vëzhguar. Për sa i përket pastaj ditës së diel, sado që është ditë e diel, do më thoni, po ditën e diel do thas një gjë, se është pushim. Do thonë se kemi ne pushim, e ka pushim dhe universi, kuptoni ju, dhe nuk si do që të jetë, rastësisht ditën e diel, mund t'ju bëhet një telefonat të thotë, ore, e mendove mirë atë propozimin tim, ose si thua ta mendosh njëherë, ose ju vjen një email, ose diçka që keni diskutuar më përpara, vjen edhe ju pyetet, ore, çfarë vendose ti? Dhe këtu gjë nuk po flasim vetëm për karrierën, po flasim edhe për, dhe fundja ju thash, jemi banesa e tretë, banesa e tretë ju thash ka të bëjë me kontrata, ka të bëjë me shkresa të rëndësishme, ka të bëjë me bashkëpunime të reja, por ka të bëjë edhe me angazhime të tipit si thua për një bashkëtesë, si thua për një fejes, si thua ta çojmë një hap në tutje, kështu që ditën e diel të tilla gjëra do të diskutoni, ose për se si duhen bërë gjërat, pra unë pranoj për me këto kushtet e mia, ose nëse ti nuk vepron, atëherë unë do marr masat e mia. Edhe mund të jetë edhe kështu. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e rëndësishme me një eklips dielli në shenjën e Dashit që për ju është banesa e dytë që ka të bëjë me vlerat tuaja morale, parimet tuaja, por edhe me financat. Me thënë drejtë kuptu, me sa duket, o do keni një humbje për të reflektuar dhe për të ndryshuar qasjen tuaj ndaj vetes, por edhe ndaj mënyrës se si veproni me paran, me të ardhurat në jetën tuaj, ose mund të keni një humbje personale të tipit humbje, mund të jetë një fyerje, mund të jetë një varet, do me thonë, çfarë humbje sigurie, dhe më pas reflekton mbi atë çka realisht do të kesh në jetën tënde si vlerë të pa lëvizshme. Mund të jetë një individ, mund të jetë një aset, mund të jetë një burim të ardhurash, financat. Por sido që të jetë jemi në banesën e dytë ku me sa duket diçka mbyllet për të filluar diçka e re, se gjithmonë kështu ndodh. Fundjashtë periudhë reflektimi, përmes humbjeve siguri, sepse ndryshe nuk ka si të jetë, jeta kështu e ka. Sido që të jetë ju uroj një javë sa më të mbarë dhe filloj me ditën e hënë ku me sa duket po, këtu ju jeni të sakrificës dhe sigurisht që nuk mund të dilni nga natyra juaj, por është edhe momenti ky ku duhet të kuptoni se duhet të keni më tepër besim tek vetja juaj, duhet të mbështesni pikë së pari veten tuaj dhe pastaj çdo tjetër nëse ju tepron ndihma. Kështu që fati ju buzëqesh ditën e hënë, jo se të keni ndihmuar dikë, po se keni ndihmuar veten tuaj, ose sepse keni reflektuar duke kuptuar se duhet pikë së pari të bëni mirë vetes tuaj dhe pastaj gjithë të tjerëve. Aty fati fillon të lëviz në favorin tuaj. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që do të bëni shumë kujdes nga personat falso, ju i të rishni si magnet, sepse është karma juaj, është fati juaj, po e themi, ju o sakrifikohen një s'ka për të tjerët, sigurisht ka dhe nga ata të cilët i marrin më qafë të tjerët, nga ju peshqit, por që po, këtu bëni kujdes, ju lutem shumë nga personat të cilët janë falso, janë gënjeshtër, janë mashtrues, dhe duan të përfitojnë nga ju, nga aftësitë tuaja, nga çfarëdo lloj gjëje juaja, bëni kujdes, mashtrim është.
Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku favorizon shumë çfarëdo gjë ka të bëjë me fëmijët, çfarëdo gjë ka të bëjë me prindërimin, çfarëdo gjë ka të bëjë me zgjidhje çështje prindërimi, zgjidhje probleme fëmijët, çfarëdo gjë ka të bëjë me fatin. E ke parasysh ashtu ku turrusi fëmia asnjëherë nuk vrihet, duket sikur e mbrojnë në gjithë vet. Po shqipo është e njëjta situatë ku ti guxon me atë naivitetin e fëmijës, por nuk të del për keq. Tani nëse duhet të marrësh vendime shumë të rëndësishme, do bësh kujdes. Do bësh kujdes, aty nuk mund të jemi në botën e ëndrave të çuditërave pas fluturave, se e pësojnë të keq. Duhet të jemi me këmbë në tokë dhe është e moment shumë i bukur për të kujtuar edhe një herë se nga erdhët, kush jeni në të vërtetë. Sa keni ecur, sa keni ndryshuar, sa keni humbur nga vetja juaj dhe për ta rigjetur atë dhe për të ndjerë mirë me veten, për të kthyer pranë në origjinë. Përsa i përket ditës së enjte, dita enjte është dita ku shumë qartë duket se do të vazhdoni punën ashtu sikur se keni nisur, të mos dorëzoheni, të përpikt në angazhimet tuaja, në punët tuaja, në çfarëdo gjëje duhet të eci përpara, mundoni të jeni të qetë gjatë këtij procesi, mundoni të mos e trysnoni së tepër mbi veten dhe të tjerët, sido që të jetë suksesi është i juaj dhe pak kohë ka mbetur dhe keni për të parë realizimin. Pra për çfarëdo gjë jeni lodhur dhe po lodheni akoma për të arritur një objektiv të kënaqshëm ose paktën zgjidhjen e diçkaje, atëherë kjo gjë arrihet, si të jetë në aspektin personal, fushën personale, pra në lidhje me marrëdhënie, si të jetë në familje, si të jetë në punën tuaj, në karrierën tuaj, duket se suksesi është i juaj. Pra edhe pak ka mbetur dhe po realizoni një plan shumë të rëndësishëm. Për të gjithë ju që jeni duke punuar dhe jeni pjesë e një skuadre për të arritur një realizim të diçkaje, duket se kjo gjë do të jetë fenomenale dhe sidomos nëse ka të bëjë me artin, nëse ka të bëjë me muzikën, nëse ka të bëjë me modën, nëse ka të bëjë me make-upin, pra me gjëra të tilla, me tekstilin do thosha, me krimin e cohave, robave, gjërave të tilla, duket se gjërat janë më se okay, por jo vetëm, sa mund të jetë çfarëdo gjëje, unë thjesht po cilësoj këto si shembull. Enjtja kjo, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku po përfundimisht jepet fund diçkaje që kot ekziston në jetën tuaj, kot është aty sepse ka mbaruar prej kohësh se ekzistuari. Pra mund të jetë thjesht kujtimi një individi, mund të jetë thjesht përshtypja në lidhje me një gjë, mund të jetë thjesht një zakon i keq që e keni dhe u ka mbetur si pasojë diçkaje, frika si pasojë diçkaje, një traumë si pasojë diçkaje. Kjo gjë ikën mbaron përfundimisht këtu ditën e premte dhe mbyllet këtu një kapitull shumë i madh, 13 vjeçari jetës tuaj pak a shumë dhe në qoftë se keni lënë takim dhe për një ndërhyrje të vogël ditën e premte, ashtu dhe ka për të bërë, por nuk ju del për keq. Tani, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e harmonisë, është dita ku më në fund bëheni pjesë, bëheni njësh me rrjedhën e jetës tuaj, hyni përsëri në rrjedhë si të thuash dhe prej këtej në vazhdim ndjeni mirë me veten dhe me ato çka keni arritur, pra rrjedh stabiliteti. Ose do të ndjeni të stabilizuar, të qetë, të harmonishëm ditën e shtunë me veten tuaj, jetën tuaj dhe ngjarjet që do të pasojnë. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është ditë nostalgjie, ku ju kthen në të kaluarën, në kujtimet e së kaluarës, por që nuk sjell në një bereqetë dhe është thjesht një ndjesi, një përjetim, i cili thjesht është i përkohshëm, por që sido që të jetë keni parasysh, shumë nostalgjik do të jeni ditën e diel dhe shumë kujtime do të lindin në lidhje me të kaluarën, me persona dhe me situata të cilat her pas here do ju trazojnë. Mirë do ishte të mos u kushtonit shumë rëndësi, sepse edhe mund të bjeni ndonjë kurth që nuk duhet.